Pse ndihemi të lodhur gjatë verës? Stina e verës shpesh sjell gëzim, relaks dhe një ndjenjë rigjallërimi. Megjithatë, për disa njerëz, kjo stinë mund të shoqërohet edhe me ndjenjë përgjumjeje dhe dobësie. Nëse e ndjen veten pa energji gjatë muajve të verës, mos u shqetëso, nuk je i vetëm. Në këtë video do të shqyrtojmë 7 arsye të mundshme pse mund të ndihesh i dobët gjatë verës, duke hedhur dritë mbi faktorët që ndikojnë në gjallërinë tonë dhe duke ofruar këshilla të vlefshme për ta përballuar këtë periudhë me lehtësi. Dehidratimi. Me rritjen e temperaturave, është thelbësore të qëndrojmë të hidratuar. Gjatë verës djersisim më shumë për shkak të nxehtësisë së lartë, duke rritur rrezikun për dehidrim. Edhe një dehidrim i lehtë mund të shkaktojë lodhje, marrje mendsh dhe ndjesi të përgjithshme dobësie. Mos harro të pish shumë ujë gjatë ditës dhe përfshi në dietën tënde fruta dhe perime të pasura me ujë për të rikthyer elektrolitet. Lodhja nga nxehtësia. Ekspozimi i tepërt ndaj temperaturave të larta mund të ulë ndjeshëm nivelet e energjisë, duke shkaktuar dobësi dhe lodhje. Lodhja nga nxehtësia ndodh kur trupi nuk arrin të rregullojë temperaturën e vet, zakonisht për shkak të qëndrimit të gjatë në diell dhe mungesës së lëngjeve. Për ta parandaluar, kërko hije, vish rroba të lehta dhe ajrose dhe shmang aktivitetet e rënda gjatë orëve më të nxehta të ditës. Mungesa e gjumit cilësor. Ditët më të gjata dhe aktivitetet sociale të shumta gjatë verës mund të ndikojnë në cilësinë dhe oraret e gjumit. Gjumi i pamjaftueshëm apo i paqëndrueshëm mund të lërë të përgjumur, pa përqendrim dhe me ndjesi dobësie. Krijo një ambient të përshtatshëm për gjumë, mbaj dhomën të freskët, vendos një rutinë të rregullt të gjumit dhe praktikoni teknika relaksimi para se të flesh. Gjumi cilësor është kyç për të rifreskuar trupin dhe për të mbajtur energjinë në nivele optimale. Alergjitë sezonale. Vera mund të jetë sfiduese për ata që vuajnë nga alergjitë. Poleni, pluhuri dhe alergjen të tjerë në ajër janë më të përhapur gjatë kësaj stine, duke shkaktuar simptoma si lodhje, bllokim të hundëve dhe dobësi të përgjithshme. Nëse dyshon se ke alergji, këshillohu me një mjek që mund të të ndihmojë me këshilla, ilaçe ose ndryshime në stilin e jetesës. Ushqyerja e papërshtatshme. Vera është e mbushur me ushqime joshse, ushqime të skarës dhe ëmbëlsira të shumta. Edhe pse është në rregull të shijosh këto ushqime, është shumë e rëndësishme të ruash një dietë të balancuar. Konsumi i tepërt i ushqimeve të përpunuara. Pijeve me sheqer dhe alkoolit mund të shkaktojë mungesë të vitaminave, luhatje të sheqerit në gjak dhe rënje të energjisë. Zgjidh ushqime të pasura me vlera ushqyese si fruta të freskëta, perime, drithëra të plota dhe proteina të dobëta për të ushqyer trupin me energji të qëndrueshme. Mungesa e vitaminës D. Vitamina D, e njohur edhe si vitamina e diellit, sintetizohet nga trupi kur ekspozohemi ndaj rrezeve të diellit. Megjithatë, për shkak të vapës së madhe dhe përdorimit të kremrave mbrojtës, mund të kemi më pak ekspozim ndaj diellit, gjë që mund të çojë në mungesë të kësaj vitamine. Mungesa e vitaminës D lidhet me lodhje dhe dobësi muskulore. Diskuto me mjekun për mundësinë e marrjes së suplementeve dhe gjej kohë për të qëndruar në diell në mënyrë të sigurt për të mbajtur nivelet optimale të vitaminës D. Stresi mendor dhe emocional. Edhe pse vera është kohë pushimesh, ajo mund të sjellë edhe stres, qoftë nga pritshmëritë për pushime perfekte, ngjarje shoqërore apo afate pune. Stresi psikologjik ndikon drejt për drejt në energjinë tonë, duke na lënë të lodhur dhe pa fuqi. Praktiko kujdesin ndaj vetes përmes meditimit, teknika të frymëmarrjes ose aktivitete që të sjellin kënaqësi. Marrja e kohës për të kujdesur për shëndetin mendor është thelbësore për të përballuar dobësinë e shkaktuar nga stresi. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.